demokratizuar partitë politike si fillim. E dyta është shumë e rëndësishme kjo që evidentuat, dhe dua ta theksoj që mund të jetë ndër rastet e rralla në politikë, ku ju i keni dëgjuar dhe drejtuesit e lartë Partisë Demokratike që unë kam pas ofertë për çdo lloj funksioni në Partinë Demokratike. Pra unë nuk e kam bërë për shkak se kam pas një zhgënjim se nuk kam privilegje në parti. Pra ndryshe nga çdo rast tjetër edhe nga rastet që po ndodhin në Partinë Socialiste. Pra unë kam qenë kryesi, kam qenë drejtues tek njësia 6 në momentin që nisa lëvizjen dhe kam pasur, po themi, ofertën brenda partijake për të pasur pozicionin që unë mund ta pretendoja. Por unë mendoj që është e pamjaftueshme çdo lloj lëvizje brenda Partisë Demokratike nëse Sali Berisha qëndron kryetari i Partisë Demokratike. Pra nuk ka asnjë diskutim, kjo është e njohur në teori, në praktik, që lideri e tërheq ose jo partinë. Pra votohet lideri sidomos në sistemet ku nuk është sistem mazhoritar ku votojnë kandidatët, por është sistem ku kryetari i partisë bën listat, prezanton programin etj. Sali Berisha, për të gjithë, po themi, elementeve pozitive që mund të ketë sjell Partisë Demokratike dhe Shqipërisë në vitet e kaluara, tani është pengesë që Partia Demokratike të fitojë. Ka konsumin e vet, është më i vjetër në pushtet se Rama, apo aq sa Rama, ka probleme me ndërkombëtarët, ka probleme me shqiptarët të cilët e kanë larguar me votë kur ai ka qenë pushtet. Pra nuk t'i vjet dot njëri zgjedhet, është i njëjti ekip që unë zgjedhet Partinë Demokratike nga 2013 kur kanë qenë qeverisje dhe vazhdojnë kërkojnë të rikthehen prapë. Pra nuk mund të thuash popullit që gabove ti, se dhe dëgjoj këtë analizën nga disa edhe kolegë po analizë që e ka gabim populli. Jo, populli ti bën një ofertë nuk ta pranon më. Ndryshon, nëse do të fitosh, ndryshon partia, nuk ndryshon populli. Se këtu po kandidon. Populli ky është. Apo jo, populli bën zgjedhjet e vet dhe me sa duket ka perceptimin e vet, të qëndrimin e vet, janë njerëz të provuar, njerëz të konsumuar, njerëz me barra të rënda disa. Pra nuk mund të thuash ti që unë jam ky, po duash, si rri në opozit. Këta mund ta kenë mirë, më ka një pjesë aty, përfshi dhe Berishën e ka mirë. Rama rrin pushtet, ky merr ato përfitimet e veta, por nuk është kjo politika. Dhe nga ana tjetër diskutimi që bëhet, se e dëgjoj po e nis nga fundi, se thatë që ka një perceptim të përgjithshëm që fiton Berisha. Po, është krijuar ky miti që Berisha fiton. Ndërkohë, kush e njeh strukturën e Partisë Demokratike? Të mite ushqyet dhe ju në fakt. Jo, me lëvizjet referuar 8 janarit e më këtej. Ja u them edhe këta, se kam mbajtur, po themi, qëndrim koherent dhe në atë moment dhe tani. Unë Sali Berishës jam bashkuar mbas zgjedhjeve të 6 marsit 2022. Pra unë kam menduar dhe kam thënë edhe këtu te ju. Në 6-7 bashki, zgjedhjet parakohshme. Pra ne kemi pasur, siç është situata sot në Partinë Demokratike, thuajse 100% e kryesisë ka qenë me ish kryetaren Basha.